Me miratimin sot në Këshillin e Ministrave të ndryshimeve në vendimin numër 645 datë 1/10/2014 për ngritjen dhe mënyrën e funksionimit të Komisionit të Çmimit të Barnave, u hodh një hap shumë i rëndësishëm për të garantuar më shumë transparencë, stabilitet dhe siguri në tregun e barnave në Shqipëri. Ky vendim vjen si një përgjigje ndaj nevojës të hershme për përmirësimin e metodologjisë të përcaktimit të çmimeve të barnave, për shpejtimin e procedurave dhe garantimin e furnizimit të qëndrueshëm me barna për qytetarët. Ndryshimet e miratuara synojnë disa pikat shumë të rëndësishme. Garantimin së pari të disponibilitetit të barnave në treg, duke shmangur rrezikun për mungesa, veçanërisht për barna që janë alternativa të vetme në listën e rimbursimit apo në përdorimin spitalor. Rritjen e transparencës dhe profesionalizmit në procesin e përcaktimit të çmimeve përmes një metodologjie më të qartë dhe më të qëndrueshme, e cila mban nën kontroll çmimet, por njëkohësisht krijon mundësi për përthithjen e barnave të reja dhe inovative në tregun shqiptar. Po ashtu për shpejtimin e afateve dhe thjeshtëzimin e procedurave, duke përfshirë edhe përdorimin e dokumentacionit elektronik në përputhje me procesin e digitalizimit të administratës. Në funksion të transparencës është parashikuar edhe një dispozitë e veçantë për vitin 2026, i cila jep Komisionit të Çmimit të Barnave mundësinë për të rivlerësuar çmimet brenda një afati të shpejtë me qëllim shmangjen e çdo rreziku për të rreqjen e barnave nga tregu. Ndryshimet nuk kanë për qëllim e rëndësishme kjo rritjen e çmimit të barnave, por përkundrazi garantimin e qëndrueshmërisë së tyre, akses më të mirë për pacientët dhe një treg farmaceutik më të sigurt dhe më të parashikueshëm. Prioriteti i Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale mbetet i pandryshuar, të sigurojë për çdo pacient në Shqipëri që të ketë akses në barna që nevojitet në kohën e dur